Sus të medjave, të nderuar qytetar, siç e dini mbrëmë qeveria miratoi ligjin për gjuhët në Maqedoni. Me këtë qeveria tregoi se është e gatshme të çojë proceset përpara. Përveç gjuhës në kohën e fundit, sidomos javën që po e lëm, kjo qeveri arriti edhe një marrëveshje të madhe për fuqinësi të mirë siç ishte ajo me Bullgarinë. Dhe me këtë, kjo qeveri tregon se ka forcë dhe guxim për t'i çuar proceset aty ku synojmë të gjithë. Ne jemi falënderues të gjithë atyre që kontribuan për të arritë këto marrëveshje dhe për të sjellë këtë ligj i cili përmbush të gjitha nevojat e komuniteteve që jetojnë në Maqedoni, pa e cënu të drejtën e njëri tjetrit, mirëpo duke dhënë hapësirë të nevojshme për të shfrytzuar dhe për të realizuar obligimet e përditshme. Ky ligj u miratu dhe presim që Parlamenti i Republikës Maqedonisë të akceptojë këtë ligj, presim që deputetët e Republikës Maqedonisë të reflektojnë në këtë ligj, sepse jemi përpjek që në gjitha aspektet të mbrojmë edhe dokumentet kryesore të shtetit, po ashtu jemi përpjek që të gjejmë mundësinë edhe të realizimit të këtij ligji me qëllim që qytetarët e Maqedonisë të realizojnë nevojat e veta. Kështu që me këtë rast, unë e uroj të gjithë qytetarët e Maqedonisë, posaçërisht ato shqiptarë, të cilët në përgjithësi do kenë një ligj të mirë, i cili do i plotësojë nevojat e tyre, sidomos në aspektin administrativ, po edhe në nivele më të larta. Ne jemi të kënaqur të gjithë së bashku që arritëm këtë dhe si ligj besoj që do ta shfrytëzojmë të gjithë, ndërkohë që qytetarët e Republikës Maqedonisë sot janë një hap shumë më përpara drejt realizimit të bërjes së shtetit, po ashtu jemi përpara dhe drejt realizimeve të objektivave tonë për sa i përket çështjeve integruese. Unë i falenderoj edhe bashkëpunëtorët e mi, siç kanë qenë Bilend Saliu, ministri i drejtësisë, i cili pat fatin që nëpërmjet kësaj ministrie të bëhet propozim ligji. Falenderoj Bujar Osmanin, i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në gjetjen e mënyrave për të harmonizuar marrëveshjet rreth këtij ligji. Po ashtu falenderoj edhe kabinetin e ministrave, të cilët arritën që të akceptojnë këtë ligj dhe arritën që të krijojmë një raport të ndërsjellë mirëkuptimi për të sjellë në parlament një propozim ligj i cili do jetë në favor të gjithëve. Unë falenderoj në mënyrë të posaçme kryeministrin e Republikës Maqedonisë, i cili pati vullnet, pati guxim që të bëjë këtë ndryshim, që ofroj mundësi të gjithë qytetarëve të gjejnë veten në atë ligj me qëllim të realizimit të nevojave të tyre të përditshme. Sepse fundit të gjithë jemi njerëz, duhet të jemi të barabartë dhe të kontribuojmë të forcojmë qëndrimet tona të më të tjeshme, që të jemi konkurrent jo vetëm brenda shtetit, po të krijojmë kushte që të konkurrojmë edhe në nivele rajonale e pse jo edhe më gjerë. Edhe një herë ju njoftojmë se ky ligj i përmbush të gjitha nevojat e qytetarëve të Maqedonisë. Ndërkohë që duhet të mos entuziazmohemi shumë, sepse ka shumë punë kundrejt implementimit të këtij ligji, kërkon një kontribut mjaft serioz dhe mjaft madh nga ana jonë që të punojmë në drejtim të implementimit këtij ligjit me qëllim që edhe konkretisht njerëz ta kenë sa më pranë vetes dhe sa më shumë të realizojnë interesat e veta në gjuhën e vet. Ju falenderoj.